pas vendimit të gjykatës kushtetuese ne jemi në një situatë krejt të re dhe po mendoj që vazhdimi i seancave me këtë ritëm është antikushtetues dhe nuk i bën ndir as Kosovës. Ne pas këtij vetë kemi kërku, pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, vetë si aleancë kemi kërku një takim konsultativ me kryesuesin e seancës dhe partive tjera politike dhe pa ashtu ju kemi përgjigj kërkesës për takim të zotit Kurti me qëllimin më të mirë për zhbllokimin e situatës. Tash e lexova që ka ftesa për liderët e partive politike për takim me presidentin. Unë para se me hinë sallë thash ndoshta duhet merr rol më shumë presidentja, mirë po duhet jetë tepër e qartë edhe e saktë, sepse ne po e shohim që lëvizja vetvendose po e interpreton aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ashtu siç pikon vendon vet. Dhe po, besoj që do t'i përgjigjim kërkesës edhe do të marrim pjesë në takim. Është takimi edhe do të tajni partitë veçëveç? Se kom atë informatë ende, nuk e kom atë informatë, po ne do ditën, orën, kur do t'jetë, nuk e kom këtë informatë, po unë besoj që do i përgjigjem kërkesës e presidentes për takim. Edhe një pyetje, pam që si me ironi thatë deputeti Albin Kurti, që e propozu si e për dhe vendosja. Ata tash e kanë bërë praktika, sepse kur po folin deputetet ish opozitës, ende pa hap gojën, po tentojnë me mbyll seancën, dhe unë sot e kisha një propozim konkret, por u munduan me mbyll seancën, edhe unë mendova se profili më i mirë për me zhblloku situatën është Albin Kurti, sepse ai që e bllokon mundet me zhbllokue. Kështu që ndorën Albin Kurti tosh me blloku dhe me zhblloku situatën. Azën e Kadriaj, më efektive do të cilësonit nëse do të ftoheshet nga presidentja veçëveç si partia apo të gjitha bashkërisht në një takim të bashkët? Ne ishim në një takim përbashkët, ju e dini që unë kom qenë pjesa atij takimit, i kemi dhënë alternativa se ish parti opozitore për dalën nga ky gërç, po që lëvizja vetvendose në fakt Albin Kurti në këtë rast se ka qenë vetëm me lëvizjes vetvendose nuk ka pranuar. Nuk ka pranuar asnjë alternativë. Ne konsiderojmë që insistimi për formimin e një komisioni të tillë është antikushtetues dhe kërkesa që ka qenë hajde të votojmë u shpërbër një komision. Nuk ka komision, se s'ka kaluar. Momentin që nuk kalon, nuk i ka votat, nuk ekziston fare ky komision dhe shumë lehtë nëse kishin dosh me i kontribu zhbllokimit të situatës kanë mujt me u kthy në seancën me votim të hapur edhe të shohim. Është drejt e tyre me propozu kandidatin, ne nuk e kontestojmë, le të propozon kondon, po kanë dhënë alternativa edhe PDK-ja, ka dhënë alternativa AK-ja për kandidatë të ndryshëm, mos do t'i japim emra dhe nëse kish dosht me vërtet me zhblloku situatën ka pas alternativa dhe ka pas mundësi. Në momentin kur po flasim kryeministri i tyre Albin Kurti për marrë pjesë në summit të rëndësishëm në Shkup, në farforme Partia Shoqërisë e azosin mandatin si kryeministri i tyre Albin Kurti ka thënë se Partia Socialiste po azosin në farforme mandatin. Jo, ai duke blloku në asnjë formë, shifni është sa legjislatura është legjislatura 9, shifni ndonjëherë kur partitë opozitore kanë votuar kryeparlamentar një partie tjetër. Megjithatë na kemi ofru alternativa dhe ajo është bllokuar tash në një komision që fare s'ka rëndësi. Ka dalë për rendit të ditës, ka shkel rendin e ditës që është përcaktuar ku ka pas përfaqësuese të televizës vendose se në takimin e tillë ka qenë zoti Klau Kjonuca. Dhe tash a mendoni që ne duhet të him shkelet kushtetutës me votu një komision kur kushtetuta qartë ka dhënë vendim. Duhet t'i kthehemi praktikave të mëparshme të votimit. Domethënë e ka përcaktuar saktë në një paragraf dhe tash na për tekët e Albin Kurtit nuk mundem nëse Albin Kurti po bëhet shkelës i kushtetutës që nuk është hera parë, ne nuk mund ta ndjekim praktikën e tij. Kemi dhënë alternativa, po shifet qëllimi që zoti Albin Kurti po i konvenon para dite me qenë deputet, pas dite me kon. Mirë që pas kanë thirrë në Shkup, sepse për 4 vjet tash gati u bën 4 vjet e sa muaj gjys, shifni çfarë agjende ka pas një kryeministër i vendit që është për torp. Edhe jemi vend i izoluar.